në këtë edicion do të ndiqni. 4 vite me radhë raportuan për rrugën Patriot Berisha, ende asgjë s'ka ndryshuar. Vetura e përplas këmbësorin, e gjuan për skaj rrugës e ikën. Shkolla Prenk Jakova nesër mbrëma me koncert dedikuar grave të prekura nga kanceri i gjirit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Për problemet infrastrukturore të banorëve në rrugën Patriot Berisha, Mediumi ynë ka raportuar disa herë duke kryer misionin e një mediumi që raporton hallet dhe brengat e qytetarëve. Mirë po edhe sot pas më shumë se 4 vitësh, kjo rrugë mbetet në gjendje të njëjtë, ndërsa vetë banorët thonë se janë lodhur me probleme që nuk po gjen zgjidhje. Ditë më parë e disa herë të tjera, vit pas viti kemi raportuar rreth gjendjes as pak të mirë të rrugës Patriot Berisha në Brekocë të Gjakovës. Pas rreshjeve të shiut, rruga aty bëhet shumë vështirë e kalueshme. Banori Naim Uka thot se kjo gjendje po krijon shumë telashe. Tu për çdo ditë ku të çojmë fëmijët në shkollë, nipët e mesit, po duhet me ikë onash, puna e pëshin edhe vet. Ku gjë se s'ka që ka pa dje par dje ditë të tjera. Plus kam fotografuar edhe në Viber. Kemi paqitur në komunë kërkesën, kemi bërë peticion këtë lagje. Lasën në këti përgjegjën, tash puna zgjedhjeve herë. E presim, besim me shpresë. Naim Uka kërkoi zgjidhje rreth këtij problemi. E vështirë shumë edhe, këtë për bërë në fëmijët qullë, kombë. Po duhet me qizme më shku në shkollë. Se ne i bijnë trup, se ka në rrotull, duhet me qëllë rrotull këtë, ne i bijnë trup. Me shku në shkollë për kocit. Kujtojmë se në rrugën Patriot Berisha fillimisht kemi raportuar në vitin 2021, por edhe pas kaq kohe, zgjidhje për të nuk ka pasur. Mbetimi të infrastruktura adopt dhe sjellim një tjetër shqetësim. Rreshti të shiut këtë fund tetori po i shqetësojnë edhe banorët e rrugës Muhamet Tukshini. E gjithë hapësira kësaj zone pas shiut shndrohet në gropa e baltë të cilat vështirësojnë qarkullimin e banorëve. E duke mos pasur një rrugë tjetër alternative, problemet po i vështirësojnë qarkullimin ditor, sidomos në kohë rreshjesh. Sa herë bie shi, rruga Muhamet Tukshini mbushet me ujë e baltë. Kjo gjë për banorët paraqet shumë vështirësi, pasi rrugë tjetër alternative nuk kanë. Andaj do mos duhet të kalojnë në këtë rrugë. Na shqetësime kemi ka shumë vite, të thojmë 20 vite kemi, mirë po gjithë njëtat përgjigje, bëhet, në listë është, po bëhet. Para 2 vite ju jeni edhe dëshmitar që edhe ujin e ka pasi mbrenda, gjitha kemi bo me mundësi tona, nuk kom lyp kur gjë për komunës, sot nes. Është e pa mundur një taksi me një fëmijë më ardh, nuk nalet, ja komet, 10 taksi edhe nuk ka mujt me dalë. Une nuk jam në gjendje, vinë pushim, taksa paguese rregull. Gjitha i baj, nuk jam në gjendje më ardh me bon një pushim si duhet. Se nuk kam ku me shkel para shtëpisë jeme. Kjo është pa kuptim. Unë i kësha lutë, pa marrë parasysh, vetëm një gjatë do me thonë pëse bohen edhe rrugët politike, kjo është e papranueshme. Rrugët janë të shtetit, rrugët janë qytetarëve, rrugët nuk kanë, që kjo rrugë thirret Muhamet Tukshini, nuk thirret as vetëvendosje, as AKY, as tjerat. Asfaltimi i saj është i nevojshëm, shtojnë banorët. Ja kom çu kryetarit, që është në Zotnigjinit, ja kom çu i kom thonë qërek, 3-4 kamione zallë, gur, a mundesh diçka me bok të gropa, ajde që për prandoj të ti vjen rëndaj. Mi lexu, e ka lexu, kur farë përgjigje jo. I vjereni. Kjo është e papranueshme. Na, nësë është nevoja të protestojmë, nësë është nevoja çdo muaj të t'i thrasim, edhe tërë sa të ndriqet botë një zgjidhje.
Kujtojmë se infrastruktura e rregulluar është e nevojshme për të gjithë qytetarët e Gjakovës, pasi në mungesë të saj banorëve u shkakton telashe të shumta, me të cilat duhet të përballen sa herë në vend kareshje. Brenda 9 muajve në Kosovë kanë humbur jetën në aksident komunikacioni, 86 persona prej tyre 47 kanë qenë duke drejtuar vetë automjetin. Rritja e numrit të aksidenteve me fatalitet ka ngritur edhe alarmin të pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor, që të jenë më të kujdesshëm gjatë ngasjes. Shpejtësia lartë, pakujdesia dhe mos respektimi i rregullave të komunikacionit mbetën ndër shkaqet kryesore të aksidenteve. Vetëm gjatë 9 muajve të parë të vitit 2025, 86 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiku në Kosovë. Të dhënat e fundit të policisë tregojnë për një situatë shqetësuese në rrugët të vendit dhe për një alarm për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor që do jenë më të kujdesshëm në respektimin e shenjave të komunikacionit. Raporti i periudhës janar-shtator 2025 bën të ditur se nga 86 viktimat e aksidenteve, më shumë se gjysma e viktimave, saktësisht 47 persona ose 54.6% kanë qenë duke drejtuar vetë automjetin. Nga 75 aksidente fatale të regjistruara në këtë periudhë, 29 prej tyre, 38.6% kanë qenë vetë aksidente, që nënkupton se automjeti është përplasur pa përfshirjen e ndonjë mjeti tjetër. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daud Hoxha, ka apeluar për kujdes dhe vigjilencë të shtuar, veçanërisht gjatë kohës me kushte të vështira atmosferike si rreshje shiu apo zvoglim të dukshmërisë. Zëdhënësi Hoxha gjithashtu ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë përgjegjësi më të madhe gjatë ngasjes për të parandaluar humbjen e jetëve në rrugët e vendit. Kujtojmë se vetëm në 24 orët të fundit janë regjistruar 34 aksidente trafiku me të lënduar, ndërsa janë shqiptuar 1438 tiketa trafiku për kundërvajtje në komunikacionin rrugor. Kur jemi te aksidentet, sjellim një tjetër kronik. Para ditën e sotme, një ngasës i automjetit derisa po qarkullante ka përplasur një këmbësor në fshatin Shaj, ku përpasoj ky fundit mori lëndime trupore, ndërkaq ngasës i automjetit u largua nga vendi i ngjarjes. Rasti është konfirmuar edhe nga Policia e Kosovës, të cilët deklarojnë se hetimet janë në zhvillim e sipër, me qëllim të identifikimit të automjetit dhe sqarimit të plot të rrethanave të rastit. Një person ka mbetur i lënduar si pasojë e goditjes nga një vetur sot në fshatin Shaj. Për shkak të goditjes së fuqishme, i aksidentuari është gjuajtur disa metra më tej, ndërkaq personi që e ka shkaktuar aksidentin ka ikur nga vendi i ngjarjes, duke e lënë të aksidentuarin në vend të ngjarjes. Atij më pas i ofruan ndihmë mjekësore nga reparti i emergjencës së Spitalit të Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakovë. Rrethorës 8 diçka, na ka një aksident komunikacion, është ekzaminuar në mënyrë profilizuar në gjitha aspektet dhe është konstatuar se është një lëndim i lehtë, që megjithatë kërkon një observim 24 orë në spital. Një mbocet e kokës, e shpindës e tjera. Ndërkaq nga Vlera Krasniqi, zëdhënëse për informim dhe marrëdhënie me publikun nga stacioni policor lidhur me rastin, ka thënë: Rreth orës 6:30 është pranuar informata se në fshatin Fshaj, komuna e Gjakovës, ka ndodhur një aksident trafiku ku një person është goditur nga një automjet. Si pasojë e aksidentit, personi ka pësuar lëndime trupore dhe i është ofruar trajtim mjekësor. Njësia patrulluese ka reaguar menjëherë në vend ngjarje, ndërsa automjeti i përfshirë është larguar nga vendi i ngjarjes. Hetimet janë në zhvillim e sipër me qëllim të identifikimit të automjetit dhe sqarimit të plotë të rrethanave të rastit. Rreshtet e shiut kanë aktivizuar sërish njësinë e zjarr fikseve në Gjakovë. Xhevdet Brahimaj, komandanti i brigadës, i ka pohuar mediumit ton se ndërhyrjet e zjarr fikseve aktualisht janë orientuar në ndihmën e atyre familjarëve që pudrumet e shtëpive u janë mbushur me ujë nga rreshtet e shiut. Krahas menaxhimit të rasteve të zjarreve, brigada e zjarrfikseve në Gjakovë është në gatishmëri edhe për situata tjera ku nevojitet ndihma e tyre. Për shkak të rreshjeve të fundit, nga kjo njësi thanë se ka ndërhyrë për t'i ardhur në ndihmë shtëpive apo lokaleve.
që janë vërshuar podrumet. Edhe si njësi jemi të gatshëm çdo thirrje, çdo moment. Gjatë të nëreshjem kemi pas disa raste nxjerrje nga podrumet, gjithmonë kemi pas 5-6 raste. Sipas Brahimajt, ndërhyrjet janë kryer me sukses. Me lagju suksesin janë të gjitha rastet, që s'kanë qenë fort edhe të zorshme, kështu që kemi kryer me sukses. Kujtojmë se përkundër vështirësive, Brigada Zjarfikseve të Gjakovës është në krye të detyrës pa ndërprerë, në mënyrë që të bëjnë zgjidhje për situata të ndryshme emergjente, në të cilat mund të gjenden banorët e Gjakovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se sot ka filluar periudha votimit jashtë Kosovës për votim me postë në raundin e 2 të zgjedhjeve për kryetar të komunave. KQZ njofton se kjo periudhë e votimit do të zgjasë deri me 8 nëntor 2025 dhe do të vlejë vetëm për 29.712 shtetasit të Republikës së Kosovës, që janë regjistruar me sukses si votues jashtë vendit, gjatë afatit të përcaktuar për regjistrim nga 23 korriku deri më 29 gusht 2025. Edhe këtë vit, Shkolla Muzikës Prenk Jakova në Gjakov do të organizojë koncertin dedikuar grave të prekura nga kanceri i gjirit. Krahas pikave artistike, audienca do të ketë mundësi të bashkëbisedojë edhe me drejtorin e klinikës së onkologjisë në Kosovë, Dr. Ilir Kurtishi. Për të dytin vit më radh, Shkolla Muzikës Prenk Jakova organizon koncertin dedikuar grave të prekura me kancerin e gjirit. Mbrëmja artistike mbahet të martën nga ora 19 në sallën koncertale të shkollës. Drejtori Kastriot Sada thot se kjo mbrëmje mbahet me qëllim të ndërgjegjësimit të shoqërisë për të mbrojtur nga kjo sëmundje, si dhe për t'ju dhënë një përkrahje morale grave të prekura nga kanceri i gjirit. Atëherë si që të gjithë të dim, muji tetor do më thonë është muji ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit. Mu për këtë rast, Shkolla Muzikës Prenk Jakova Gjakova është hera dytë që për organizon në mujin tetor një koncert dedikim për këto gra. Është diçka jashtëzakonisht e ndjeshme dhe si që të gjithë të dim, do më thonë është një sëmundje e shekullit dhe kemi menduar që sa do pak të gjindemi këtyre grave është diçka shumë pak të cilin ne jemi duke bërë, mirë po dua që më shumë të jetë sikur ndërgjegjësim, edhe kemi punë me nxënës të moshave të reja dhe është mirë që edhe këta ta ndjejnë këtë dhe të kontribuojnë sa do pak për këto gra, nëna, vajzat tona. Drejtori Sada gjithashtu bëri të ditur se krahas programit artistik do të ketë edhe diskutim të hapur me drejtorin e klinikës onkologjike në QKUK, Dr. Ilir Kurtishi. E veçanta e këtij koncerti dedikim është sepse do të merr pjesë, do të na nderojë me prezencën e tij doktor onkolog Ilir Kurtishi, i cili është edhe drejtor i repartit onkologjik të SHSKUK-s, qendrës spitalore shëndetësore universitare pra të Kosovës. Ky projekt do të thotë është edhe në bashkëbisedim me doktor Ilirin, e çdo pyetje të cilën mund ta bëjnë nga publiku, gratë, nënat, vajzat dhe publiku i gjerë, çdo gjë që mund t'i preokupojnë, ndoshta të cilën e kanë një breng, diçka të tillë. Tetori në gjithë botën njihet si muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Është një fushatë vjetore ndërkombëtare që synon të shpërndajë informacion dhe të edukojë njerëzit për rëndësinë e shëndetit të gjirit, për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit të gratë dhe vajzat në gjithë botën. Organizata jo qeveritare Tactical Take nga Berlini sot prezantoi ekspozitën Glassroom, me të cilën synojnë që të ngrisin vetdijen për edukimin medial dhe kujdesin nga dezinformatat dhe çrregullimi informativ. Organizatorët thanë se ekspozita do të lëvizë edhe në 2 komuna të Kosovës, në Mitrovic të Veriut dhe në Podujev. Organizata jo qeveritare Tactical Teach nga Berlini sot prezantoi ekspozitën Glassroom, përmes së cilës u synua të ngritet vetdia për edukimin medial dhe kujdesin nga dezinformatat dhe çrregullimi informativ.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, tha se lufta kundër çrregullimit informativ duhet të mirret seriozisht pasi që dezinformata dobësojnë edhe besimin në institucionet publike. In today's digital world, information Në botën digjitale të sotme, informacioni përhapet më shpejt se kur më parë. Kjo krijon mundësi të reja për lidhje, por edhe rreziqe të reja. Kur faktet shtrembërohen, dobësohet besimi tek institucionet publike. Kur manipulimi zëvendëson dialogun, demokracia ndikohet negativisht. Prandaj Bashkimi Evropian i kushton kaqësi letërimit mediatik, edukimit dhe transparencës. Ne jemi krenar të punojmë me partnerët në Kosovë që ndojnë këtë vizion, gazetar, edukator, shoqëri civile dhe të rinë. Kjo ekspozit tregon se si mësimi mund të jetë krijues dhe nxitës, duke nxitur të gjithë të shqyrtojnë me kujdes botën online dhe të mendojnë kritikisht për informacionin që konsumojnë. Civil society and youth. Kurse Kreshnik Gashi, gazetar, tha se beson që çdo qytetar i Kosovës duhet të vizitojë këtë ekspozit dhe punëtori që do të realizohen në kuadër të saj. Në këtë ekspozit për shumë pak minuta, secili qytetar i Kosovës mundet me u pajis me një orit elementare se si duhet me trajtu qasjen në internet, se si duhet mu qas në marrjen e dhënave në internet, dhe cilë duhet me qenë aktivizmi qytetar për me luftu një të keqe të madhe me cilën është u përballë bota, e që këtë rast është dezinformata dhe çrregullimi i informacionit. Dhënat faktike të cilat i kemi të siguruar tashmë për shoqërinë tonë na ngrisin në një nivel të alarmit dhe kërkojnë një ndërhyrje gjithë shoqërore për me mbrimi zhvillu kapacitetet e shoqënisë në trajtimin e çrregullimit të informacionit dhe në trajtimin e dezinformatës. Ndërkohë, organizatorët thonë se ekspozita do të lëvizë edhe në 2 komuna tjera të Kosovës, saktësisht në Mitrovicën e Veriut dhe në Podujev. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita sotme është karakterizuar nga moti vranët e merreshje shiu me temperatura që kanë lëvizur nga 9 deri në 16 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do të lëvizin nga 2 e deri në 15 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranët e me diell dhe her pas here reshje shiu. Ndërsa për ditën e mërkur, temperatura do të variojnë nga 14 deri në 18 gradë Celsius. Të njëjtën pritet të mbizotrojë moti vranët e me diell, me temperatura që do të lëvizin nga 6 deri në 19 gradë Celsius. 7 e deri në 20 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë të premtës, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Mot me diell e vërënsira parashihet gjatë së shtunës, shoqëruar me temperatura 6 deri në 20 gradë Celsius. Për të dielën, parashihet moti vranët e me diell me temperatura që do të variojnë nga 9 deri në 20 gradë Celsius. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Katër vite me radhë raportuan për rrugën Patriot Berisha, ende asgjë s'ka ndryshuar. Vetura e përplas këmbësorin e gjuan për skaj rrugës e ikën. Shkolla Prenk Jakova nesër mbrëma me koncert dedikuar grave të prekura nga kanceri i gjirit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.